protestin e tyre të pa parë ndonjëherë. Ujkendi që kaloi, kryengritja paqësore më e fuqishme, apo protesta paqësore më e fuqishme e njohur në histori, mund të quhet si ujkendi diasporës i atyre trive, trejave, burrave dhe grave që udhëtuan mira kilometra nga toka, deti dhe ajri dhe u bashkuar me bashkëdhetarët e tyre për largimin e regjimit autoritar më të egër që Shqipëria ka njohur pas diktaturës totalitare të Enver Hoxhës. Ky akt madhështor ka mbushur me besim dhe shpresë zemrat e mbarë shqiptarëve dhe të kombit shqiptar. Me vendimin dhe pjesëmarrjen e tyre, bashkëdhetarët tanë nga diaspora, në shumicë dërmuese, antarë dhe mbështetës të Partisë Demokratike që zgjodhen të mbështesin protestën qytetare për zimën e Edi Ramës,